Masa është shkaku kryesor ose shenja kryesore, domethënë me të cilën femrat vinë për klinikat e onkologjikut ose në për klinikat e tjera. Një tjetër shenjë është rrjedhja prej gjirit, prej thithës së gjirit. Rrjedhja e një lëngu zakonisht më problematik është ai i cili është në formë të kuqe, pra ngjyrë të kuqe, pra rrjedhje gjaku, sidomos në njërin krah, jo në të dy krahat, dhe zakonisht pa e stimuluar, pa u munduar që të shikosh duke e shtrënguar vetë po del apo jo. Pra del spontanisht në njërin krah dhe në formë hemoragjike. Kjo është pak më dyshues. Një tjetër shenjë është tërheqja e thithës së gjirit brenda gjirit për shkak të masës që është aty brenda, të cilën ai nuk e prek dot dhe e tërheq dhe brenda vetes së saj. Shenjat e tjera pastaj janë dhimbjet, të cilat në fakt janë, si thua, më dyshuese te femrat, po për ne janë më pak problematike, sepse shumica e dhimbjeve të gjirit nuk vijnë prej kancerit. Për këtë duhet edhe me i qetësu pak nëpërmjet televizionit. Shumica e kancerave fatkeqësisht nuk japin dhimbje dhe kjo nuk do të thotë se aty nuk ka një problem. Pra mos të mendojnë që nuk kam dhimbje dhe nuk kam as edhe një diçka. Megjithatë, her pas here, nëse masa është e madhe, edhe dhimbja është një prej shenjave. Pastaj ka dhe shenjat të tjera, po ato janë të stadeve pak më të larta, siç mund të jetë skuqja, enjtja, zmadhimi shumë i madh i gjirit në proporcion me gjirin tjetër. Këto janë shenjat më kryesore.